Mark Zuckerberg parashikon fundin e telefonave inteligjent. Ja pse? Që nga lançimi i iPhone-in vitin 2007, telefonat inteligjent janë bërë pika qendrore e jetës tonë të përditshme. Ata tani janë mjete të domosdoshme që shihen si zgjatime të vërteta të identitetit tonë digjital. Megjithatë, diçka mund të ndryshojë së shpejti. Themeluesi Facebook, Mark Zuckerberg, pretendon se dominimi i telefonave inteligjent së shpejti mund të marrë fund për shkak të përparimeve të reja teknologjike. Ai beson se ardhmja qëndron tërësisht tek syzet inteligjente, revolucioni i ri digjital. Sipas themeluesit të Meta, largimi nga telefonat inteligjent do të jetë rezultati pashmangshëm i revolucionit të ri digjital. Në një intervistë me The Verge, ai argumentoi konkretisht se syzet inteligjente do të jenë platforma e madhe e ardhshme. Prandaj nuk do të ketë më ekrane dhe njoftime, por një brez i ri pajisje është vlefshme bazuar në realitetin e shtuar AR. Zuckerberg gjithashtu ka një afat kohor, 2030, viti në të cilin telefonat inteligjent, ndërsa nuk do të zhduken plotësisht, do të lidhen me një rol dytësor. Arsyet e ndryshimit. Shtytësi kryesor pas braktisjes së telefonave inteligjent, sipas babait të rrjeteve sociale, do të jetë stagnacioni në inovacionin e këtyre pajisjeve. Më konkretisht, dizajnet janë përsëritse, veçorit po evolojnë me hapa të vegjël dhe varësia nga ekrani po tregon kufit e tij. Rezultati është se edhe nëse është e vështirë të pranohet, teknologjia nuk po na ndihmon, por po na përvetëson. Për ta përmbledhur mendimin e Zuckerbergut në një fjali, teknologjia në të ardhme nuk do të jetë më diçka që mbahet në dorë, por që vishet. Syzet inteligjente përfaqësojnë një përparim në këtë drejtim. Këto syze nuk janë as të mëdha dhe as pushtuese, nuk janë duke ju lejuar të bashkëveproni me median digjitale pa u shkëputur nga mjedisi juaj fizik. Karakteristikat e tyre janë të pabesueshme, nga përkthimi i menjëhershëm i tekstit deri tek udhëzimet vizuale, deri tek njoftimet e projektuara në fushën tuaj të shikimit. E gjitha ndodh pa probleme, pa patur nevojë të nxirrni një pajisje nga xhepi juaj. Nuk është rasti pra që Meta tashmë po punon në projektin Orion, që synon krijimin e një brezi të ri syzesh AR. Lojtarë të tjerë të mëdhenj të tregut, nga Apple te Google, po bëjnë të njëjtën gjë, me garën pas smartphone-ve që tashmë duket se është shumë konkurruese.